E fjala u bën njëri, thot Gjoni. E banoi nër ne. Pikërisht një kjo pjesë një tu. Banoi nër ne. Dhe me thonë, jo vetëm që fjala ka marrë natyrën tonë, por ka ardhur me banu në mesin tonë, me u bë qenër e jetës tonë. Për çarsy? Për me na mush me dritën e vet. Për me na mush me shëndritin e vet. E sa herë jena në praninë e Krishtit, sa herë na të kapun mas tij, sa herë ai bëhet qenër e jetës tonë, krejt ekzistenca jonë merr një kuptim tjetër. Shndrohna, japim më të mirën, gjerrim pa më të bukurën, bana persona të mrekullueshëm. Prandaj nëse don më poshtë errësinat tuaja, lënë Krishtin me banu në ty, jetën tënde. Nëse do më poshtë situata të rënda në familjen tënde, lënë Krishtin me banu një aty në mes. Banë qendër të jetës. Kemë pa që gjithçka ka me kanë shndritur. Kemë fitu mi çdo terr, edhe mi çdo gjë që të fut frikën, mi çdo gjë që bëhet natë, e tmerrshme, e stuhishme dhe e frikshme.